Sot protesta ka hyrë në ditën e saj të 30. A mendoni se tubimi i qytetarëve do të vazhdojë edhe pasi kërkesat tashmë janë bërë publike dhe ato nuk do të plotësohen? Besoj se reagimi i qytetarëve do të vazhdojë, sepse është një reagim i cili nuk varet mendoj as nga kërkesat, as nga domethënë ndonjë faktor tjetër i jashtëm, siç duket njerëzit po rezistojnë edhe në kushte klimatike të vështirësuara, pra mes vapës, por më shumë se kushtet klimatike mes i gjuhë të paprecedent përdorur nga kryeministri i vendit me një jargon i cili e kishim menduar si të harruar tashmë, një jargon i cili ishte shpallur pjesë e historisë për nga niveli i banalitetit edhe i kërcënimit tipik autokratik. Dhe në këtë pikë njerëzit po dalin në shesh pavarësisht vapës, pavarësisht linçimit të kryeministit, pavarësisht epiteteve të përdorura, edhe pavarësisht sulmeve të njëbasnjëshme që vijnë qoftë nga media e madhe tradicionale, qoftë edhe nga vetë establishmenti i pushtetit. Është një protestë jashtëzakonshme, është dita e 30 e saj. Besoj se nuk ka patur protestë tjetër më masive dhe më të vazhdueshme dhe më të fortë në këto 35 vite pluralizëm se kjo protestë. Është një protestë tipike, spontane, qytetare, popullore, pavarësisht se kryeministri po edhe ndjes për gjuhën e përdorur ashpër, mercenarët mediatik përreth tij po duan të shpikin prijes edhe instituata, domethënë të paqëna. Do ftoja që të intervistoni edhe qytetarët e tjerë dhe t'i pyesi se si e shohin protestën. Besoj se përgjigjet e tyre do jenë shumë të vlefshme. Çfarë do të na thoni personalisht për sloganin Rama-Burg, Berisha-Burg? Është një slogan logjik, është një slogan mendoj i moderuar, pavarësisht se asnjërit nga as Ramës as Berishës nuk ju pëlqen si slogan. Pavarësisht se ka patur edhe aludime se këto janë slogane të implikuara në mënyrë artificiale brenda turmës, përkundrazi ashtu si Rama-Burg, Berisha-Burg, ashtu edhe gjitha sloganet e tjera Revolucion, Shqipëri e Re, janë slogane të cilave nuk u dihet autori. Domethënë ose siç ndodh me këto këngët folklorike me autor popullin. Sot këta dy lider kanë dominuar skenën politike dhe publike shqiptare për rreth 35 vite, çka është e paprecedent, jo vetëm në Europë, por edhe në rajonin ton ballkanik. Fatkeqësisht Shqipëria nuk po krahasohet më në lidhje me standardet demokratike, jo me vendet e Bashkimit Evropian ku aspirojmë që të integrohemi, por as me vendet rajonale, as me fqinët tanë të vegjël përreth nesh. Mendoj se dy liderët kryesor, Rama dhe Berisha, janë tashmë dinozaur. Ata nuk munden më e kuptu çfarë ndjen, çfarë ndërron, çfarë perspektive ka i 18 vjeçar, 20 vjeçar, madje edhe i 30 vjeçar dhe i 40 vjeçar. Ata i ka kapërcyer historia dhe po qëndrojnë si relike, cilat në mënyrë dëshpëruar apo duan që ti rezistojnë kohës, ndryshimeve të mëdha që po ndodhin qoftë në rrafshin lokal, qoftë në rrafshin global në gjithë botën.